Blerta Deliu. Blerta po pisket thirr në seancën. Au. Kuvendi, e të mos vazhdojmë me lojra dhe me zhvillimet cilat I pame dhe sot. Po e them, Partia Demokratike e Kosovës do t'jetë përdit në kuvend, do t'jemi edhe sot brenda kuvendit, për të bërë pirje dhe po e përsëris, po I bëjmë edhe sot nga kjo foltore. Pse nuk rreshin kuvend kur ke puna me zgjedh presidentin, po e quhet vendin zgjedhje? Se shpresut mos fitoni zgjedhjet, apo? Po populli ja nguli kërk, ju qiti pe shpije. Ju tha nuk ju besojna na juve. Nuk ju besojna se gjatë mandatit juve Kosova o pleçkit, se gjatë mandatit juve djemt më të mirë të këtij vendi janë vra, se gjatë mandatit tuaj luftëtarët e lirisë janë vra, gazetarët janë vra, politikanët janë vra. Ju e keni pleçkit Kosovën, ju e keni instalu Serbinë në Kosovë. Që shka po hekum tash me Serbinë. Apo kupton, në vend me pas kry punën, që shka mujt me u kry punën, natën, me I dhonë fund, ju e keni zhagit për me instalu Serbinë mrena, sepse Hashimin ja kish pas rekrutu Serbia në përmjet francezve. Për me vra kokën politike dhe intelektuale të QK-s, edhe pastaj me fillu me I përmbyt proceset për shtirimin e abdeut. Edhe me I kthy të mas, që shi keni kthy, tu instalu Serbinë, kadal, marrveshje me marrveshje. E kush, e qysh, fal, një sekund. A din çka ke bo ti si deputete, bre? Ti ke votu kundër ligjit për me I respektu gratë e dhunume prej regjimit gjenocidal të Miloševićit. Oj blert. Ti ke votu pro gjykatës speciale. A e kujton çka ke bo? E ti po menon që ti mundesh me bin dikon për me të besu ty. Për me të besu ty që ti po do në rend kushtetues Kosovë. Ti që s'ke lshu as një za kundër marrëveshjeve të nënshkrume prej Hashim Thaqit në favor të Serbisë. Ti që s'ke lshu as një za kur mbyll instituti për dokumentimin e gjenocidit serb. Ti që s'ke lshu as një za për mi mbështet gratë tona të dhunume prej regjimit gjekatar të Miloševićit. Madje ke votu edhe kundër atij ligji, I cili ka metu për me ja u njoft statusin, e me I respektu, e me I nderu, edhe me e qu zonin për padrejtësit që ju ka ndodhë atyne. Ti po na kallzon neve, qysh po deshka me u bo shteti. Ti që ke shkatru shtetin, që ke shkatru me veprimet edhe vullnetin tënd politik. Krejt këtë shtetni për cilin ka ndonë jetë njerëzit e kësaj toke. Të cilët janë vra, ata që kanë pështu. Janë vra pe shefit tënd, pe strukturës, maskarajnve, të kriminelve, vrastar, janë vra. Për që ato janë hagë, sot. Për që ato janë hagë. Se kanë vra shqiptar. Se kanë vra luftëtar të liris, kanë vra gazetar, kanë vra politikan. Jo rastësisht quhet ndërmarrja për bashkët kriminale. Nuk quhet QK, se s'janë QK ata. Se ata kanë dash me I bo domu QK-s, prandaj e kanë marrë shtabin e përgjithshëm të QK-s. Qysh po doni ju me marrë sot kuvendin? Qashtu? Qysh po doni ju me marrë në dhunshme kuvendin, institucionet e lira të Republikës Kosovës, qashtu Hashim Thaqi ka vepru me instruksionet francezve. Të cilët po vepronin me instruksionet aparatit shtetnor të Palatit Elysee në Paris, I cili aparat shtetnor ishte vu në funksion të shërbimit të regjimit gjekatar e gjenocidal të Miloševićit, për me përmbyt procesin e lirisë së kombit shqiptar në Kosovë. E ju po doni me përmbyt procesin e shkëputjes së Kosovës nga Serbia. Prandaj ju po munoni me pengu një politikan I cili ka një agjendë të qartë politike, pa hamendje, por me veprimtari të qartë të kthjellët për me shkëput Kosovën nga Serbia, të cilën Serbi ju e keni instalu për 20 vjetë rresht. Madje dhe duke I vra njerëzit të cilët I kanë kundërshtuar ata procese. Veç kujtoj edhe një herë. 20 gradë dhënume. Ti zoj, ke votu kundër atij ligji për me o njoft statusin.
Ti Zoj ke votu kundër atij ligji I cili e njeh atë status e dokumenton atë krim gjenocidal të regjimit gjakatar të Miloševićit e që ishtë dashtë Serbia me u majtë para përgjegjësisë për ato. Atë çka do më thonë kjo? Kjo do më thonë që ti e ke mbështet Serbinë për me shpëtu nga llogaridhënia. Me apo pa planifikim të mendimit tënd, ti e përgjegjëse për atë votë që e ke dhënë kundër atij ligji. Desha apo s'desha me pranu. Me apo pa vetdijen tënde, se disa për juve jeni vërtet shmendun, vërtet jeni të padenjë, vërtet jeni të paditun, sepse diplomat e keni marrë me kojshime, me thashë thëme, me kafehanën për Prishtinë. Se që ka qenë mandati Hashim Thaqit me shkatru edhe cilësinë e edukimit, në mënyrë që me kriju gjenerata të diplomave, po njerëz të paaftë për ta mbrojtur për mbajtjen dhe kuptimin e asaj diplome. Ndoshta edhe nuk e kuptoni, por e kuptuat apo se kuptuat, arsyen, agjenden, kuptimin e këtyne vendimeve tuaja, zgjedhjeve tuaja politike, ju jeni përgjegjës për atë. Ju jeni përgjegjës që nuk keni bëza kur Kosova ka nënshkruar marrëveshjen favor të Serbisë. Ju jeni përgjegjës që nuk keni bëza kur Kosova e ka mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidit serb. Ju jeni përgjegjës kur nuk keni bëza kur Kosova është kthyer në shtet vrasës. Duke qenë se Hashim Thaçi ka qenë udhëheqës I saj gjatë mandatit të tij. Dhe ju nuk keni bëza kur Kosova ja ka hap derën Milan Radojčićit e I ka dhënë territore edhe Maqedonisë edhe Malit Si. Dhe ai atëherë ishte udhëhiqej bashk edhe nga Ramush Haradinaj edhe nga Hashim Thaçi. Për marrë do të më ardh. Po ju s'keni marrë, sepse për me pas marrë ju duni me pas integritet. Për me pas integritet duni me pas dinjitet. Për me pas dinjitet duni me pas dije. Po se keni asnjë nga ato. Të paktën kështu na keni treguar neve si popull, që nuk I keni asnjë prej këtyre. Do të shporeni nga kjo ditë, do të shporeni nga këto institucione shumë shpejt. Populli për ditë më shumë të ju marrë vesh. Zgjedhjet janë të pashmangshme. Na e dim. Ato do të vinë, do të mbahen në nëntor ose dhjetor. Po sigurisht që do të mbahen dhjetor. Dhe në dhjetor do të vijë Orteku I pamëshirshëm, I kombit ton, fuqishëm nga e gjithë mërgata. Të gatshëm për me u votu juve jashtë shtëpisë tonë kolektive. Hajduq